Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ju nënshtrua në heshtje trajtimit për kancerin e prostatës, njoftoi vet ai, ndërsa publikoi rezultatet e ekzaminimit të tij vjetor mjekësor. Netanyahu, 76 vjeç, tha se e vonoi publikimin e raportit të tij vjetor mjekësor, i cili zbuloi se ai ishte diagnostifikuar me kancer për herë të parë, me 2 muaj, në mënyrë që të mos përdorej si propagandë nga Irani. Udhëheqësi me mandatin më të gjatë në historinë e Izraelit ju nënshtrua një operacioni në dhjetor 2024, një operacion që zyra e kryeministrit e bëri të ditur publikisht në atë kohë. Në kontrollin e fundit pas operacionit, Netanyahu deklaroi se mjekët zbuluan një tumor malin në prostatën e tij me madhësi më të vogël se 1 centimetër. Zyra e kryeministrit publikoi gjithashtu 2 letra nga mjekët e tij për të shoqëruar zbulimin. Ai nuk thot se kur ka qenë kontrolli i fundit, por një burim izraelit i njohur me çështjen i tha CNN-it se kanceri u diagnostifikua disa muaj më parë. Ndryshe, Netanyahu filloi t'i nënshtrohej radioterapisë rreth 2 muaj e gjysmë më parë, sipas burimit, dhe e kishte përfunduar së fundmi trajtimin. Lideri i Izraelit thot se mori vendimin për t'u nënshtruar radioterapisë dhe njolla u zhduk plotësisht. Fal Zotit jam mirë, shkroi ai në X. Pata një problem të vogël mjekësor me prostatën që u trajtua plotësisht, shtoi ai.